Për mua lash do të thotë të ushqej lëkurën nga jashtë, ashtu siç ushqehemi së brëndshmi me fruta dhe produkte të freskëta dhe natyrale. Fragranca ikonike e qiriut Karma më sjell direkt aromën e portokalleve. Rutina ime nis me herbalizëm që bën një pastrim të thellë të lëkurës, bëhet si pastë tek dora dhe aplikohet më pas në fytyrë dhe shplahet. Hapi i radhës është maska e freskët Don't Look at Me, e cila ruhet në frigorifer, mbahet në fytyrë për 10 minuta dhe limoni i jep fytyrës një super shkëlqim. Dushi fillon me këtë shampon e flokëve të ngurtë, e cila përmban rozmarin dhe kanell për rritje të shëndetshme të flokëve. Nuk e di cilën më vjen të ha më shumë, gjelin e dushit Raskal me mjedër apo këtë kosin me mjedër. Nuk kam fjalë për aroman dhe eksfolion lëkurën në mënyrë shumë delikate. Mëngjesi nuk mund të nisi pa cup of coffee, e cila është një maskë freskët për fytyrën dhe trupin. Më besoni që lëkura juaj do ju falenderoj. Në fund fare duhet dhe një hidratim në dushin e nxehtë me këtë vajin e trupit me kokos. Rezultati është një lëkurë e butë dhe plot shkëlqim. E adhuroj sa lehtë stilohen flokët me këtë kremin stilues Dirty dhe nuk po flas për aromën e mirë që ka. Tani jam gati, ditë të mbarë të gjithëve.